Në shpirtin e çdo njeriu ekziston një luftë. Një ditë prej ditëve gjyshi i thot nipit të vet: "Sot do të tregoj për një realitet nga të vërtetat e gjinjas." Nipi ja ktheu: "Të dëgjoj, gjyshi im." Gjyshi i tha: "Në shpirtin e çdo njeriu ekziston një luftë, dhe ajo shëmbullon luftën përmes dy ujqve. Njëri ujk e paraqet ligën, mërinë, xhelozin, gënjeshtrën, urrëtitjen e të tjerë." "E tjetri?" i tha nipi duke lëvizur kokën më njonë. "E tjetri e paraqet të mirën, paqen, dashurinë, drejtësinë dhe sinqeritetin e të tjera." Fëmia u prek nga këto fjalë dhe nga kuptimi i tyre, edhe pse ishin pak të vështira për t'i kuptuar në moshën e tij. Gjithsesi, pasi mendoi pak, e pyeti gjyshin e tij: "Cili nga ujqit në fund fiton?" Gjyshi u buzëqesh dhe tha: "Gjithmonë fiton ai ujk të cilin e ushqen dhe i jep për të ngrënë. Nëse ushqen të keqen, do të mbysundoj e keqja, dhe nëse e ushqen të mirën, do të mbysundoj e mira. Pikërisht ashtu, atë që e mbjell, ke për ta korrur."